Edhe pse kanë kaluar plot 3 vite nga përfundimi i sezonit të dytë të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ish-banorja e njohur Efi Dhedhes vijon të jetë një nga figurat më të komentuara të këtij formati që la gjurmë në publik. Në një deklarat, Efi ka reflektuar për eksperiencën e saj në shtëpinë më të famshme, për marrëdhëniet që krijoi aty dhe për mënyrën se si publiku ende sot e komenton për lidhjet e saj me personazhe si Luizelli dhe Olta Kixhari. Ka komente, jo për Oltën, por për Luizin më shumë. Ka akoma njerëz që kanë ngelur para 3 vitesh. Unë nuk kam lef për njëri, çfarë ka kaluar ka qenë shumë e bukur, nuk e fshi më dot. Është shprehur Efi me sinqeritet duke treguar se nuk e ndjen me asnjë lloj ngarkese emocionale për ngjarjet e së kaluarës. Efi pranoi se shtëpia më e famshme ka qenë një periudhë që ka ndryshuar shumë gjëra në jetë, duke i dhënë njohje të madhe publike, por edhe duke mësuar të përballet me gjykimet e njerëzve. Ajo periudhë më ka forcuar shumë. Ka mësuar të mos reagoj ndaj çdo komenti dhe të mos e lejoj askënd të më ulë shpirtin. Çdo përvojë dhe ajo më e vështira më ka bërë më të fortë dhe më të ndërgjegjshme për veten, shtoi ajo në një intervistë. Në të tjera Efi u shpreh se përpiqet të mos mbajë asnjë ndjenjë negative ndaj askujt, dhe se sheh me pozitivitet çdo raport që ka pasur, edhe me ish-banorët me të cilët ka pasur përplasje në shtëpi. Unë nuk kam lef për askënd. Gjithçka që ka ndodhur aty ka qenë pjesë e një eksperience që sot e shikoj me buzëqeshje. Ka qenë një periudhë shumë e bukur që s'mund ta fshijmë më dot, deklaroi Efi. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.